Në radhë parë, falenderoj presidentin e klubit që është dhe kryetari i bashkisë për besimin që më dha. Mendoj që ka marrë tu për vetëm një objektiv gjitjen e Lushës një kategori më lartë, nuk ka marrë për ta majtë Lushën mes tabele, se patjetër për mes tabele Lushnja rrivet me këta të çuna të ri që ka. Kemi hyrë në merkato normale, po bisedojmë sepse ekipi ka nevojë shumë. Në ekip nuk kam gjetur asnjë lojtar nga djesmi që kështu jemi detyruar që në çdo repart ne të ndërhyjmë dhe të gjejmë lojtar cilësor për të arritur objektivin. Jemi në një situatë pak të vështirë sepse lojtarët po gjehen me vështirësi sepse jemi mbrapa me fillimin e servitës, por mendoj që do e zgjidhim shumë shpejt dhe brenda javës tjetër do shihni një Lushnjë pothuajse 80% plotësuar. Duhet të bëj thirrje për të arritur objektiv, nuk e arrin dot vetëm as Dorian Bubeqi, as ta lojtar. Unë kam nevojë për gjithë, duke pasur mbështetjen e presidentes, kryetari pas bashkisë që falenderoj edhe herë tjetër. Kam nevojë edhe për veteranët e futbollit, të ulemi, të më japin mendim, pavarësisht se unë kam idetë e mia, do pranoj edhe idetë tua dhe pse jo, dhe mund të jenë idetë e atyre më të mira dhe ne t'i fusim në shërbim të ekipit, sepse kam nevojë për veteranët e futbollit Lushnjës, kam nevojë për tifozët që të jenë mbështetje dhe për gjithë njerëzit që e duan Lushnjën, unë i mirëpres të bisedoj dhe të bëjmë çfarë më mirë për Lushnjën. Në fund kampionatit nuk fiton Dorian Bubeqi, unë duhet që të fitoj kjo stem që unë e kam në gjoks. Jemi pak vonë, por po që dëshira mirë dhe po që impenjimi maksimal i gjithë tyre që unë përmanda, besoj se shumë shpejt ne nuk do kemi problem këtë banesë, por do jemi ekip kryesues që nga fillimi i kampionatit. Asnjë lojtar nga ekipi i vjetër nuk ka ngelur, që kështu jemi të detyruar të ndërhyjmë në çdo repart, do të fillojmë nga porta e deri ke marrë sulmin. Kemi bisedime. Shpresoj që sot do vi dhe në stërvitje Endri Magani nga lojtarët e vjetër, por jemi dhe në bisedime me shumë lojtarë që të ndërhyjmë në çdo rol, sepse aty kemi nevojë në çdo rol, duhet filluar nga porta, nga mbrojtja, nga mesfusha, nga sulmi para përsëris. Nuk ka ngel asnjë lojtar i ekipit kaluar përveç Maganit që pothuajse e ka mbyll bisedime dhe del stërvitje. A është Bubeqi me suportin institucional të bashkisë së Lushnjës, pasi mbështetja do të më e madhe për të investuar në këtë klub? Të gjithë komponentët që unë përmenda, duke filluar nga muaj i pari, nga stafi që ne jemi këtu, jo stafi i trajnerëve, po edhe drejtuesit, shef klubi, drejtor akademie, nga lojtarët, duhet dhe mbështetja tifozave, duhet mbështetja veteranëve të futbollit, pa harruar dhe mbështetjen kryesore që është e bashkisë ose e kryetarit bashkisë që është dhe presidenti aktual. Një nga këta na çaloj, ne do kemi shumë vështirë për të arritur një objektiv. Atë që i vëmë vetes futjen e Lushnjës në këtë rëndësi. Dhe ju bët takime me presidenten e klubit të Lushnjës. A patët ju midis njëri tjetrit marrëveshje dhe mos marrëveshje me lojtar me emra konkret? Ato janë ca muhabete që unë nuk do t'i nxjerr në media, ne bisedum për disa lojtar. Më ram dakord për ca, ram dakord për ca, nuk ram dakord. Jemi detyruar që të respektojmë njëri tjetrin, pavarësisht se unë do ngul këmbë akoma për disa lojtar, por duhet pa dhe situata e klubit, si nga ana financiare dhe nga detyrimet e tjera. Unë do t'i jap një mesazh gjithëve, i pres dhe në stërvitje tifozat janë sa më të shumë, sepse momentin që ata janë sa më të shumë këtu, dhe ne na jep një farë emocioni që ne do ta kthejmë në emocion pozitiv, si ne si staf. Mu personalisht po herë që e kam përmendur, unë për Lushnjën nuk do hezitoj kurrë të afirmoj se biles nga janë dhe më bëhet qefi që në ditë vështira unë ju gjenda Lushnjës pranë. I pres tifozat, veteranët, kur duan jam i gatshëm t'i takojmë dhe të flasim për sportin e Lushnjës, për të mirën e këtij ekipi, për të mirën e këtij qyteti. Trajner, faleminderit për këtë intervistë gjatë për median e televizionit apo. Faleminderit ju dhe respekt.